Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tyron Alilin për të sjellur ngjarjet edhe dinamikat më të fundit që po ndodhin tashmë në jetën e artistëve shqiptar jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Dua të ndaloj të komentoj dhe të flas për marrëdhënien e Loredanës edhe marrëdhënien të Jozit. Kanë qenë dy emrat më të përfolur, kanë qenë dy banorët që së bashku me Eglin edhe Gjestin ndërtuan dy lidhje brenda shtëpisë së Big Brotherit, por siç duket jashtë shtëpisë së Big Brotherit lidhja që vazhdon të funksionon edhe më tej është lidhja e Eglit edhe lidhja e Gjestit. Por ajo që në fakt pas një hulumtimi që unë kam bërë si gazetar në Instagramin e Loredanës, më ra diçka në sy që në fakt doja ta komentoj me ju. Prej disa kohësh emri Loredana Bratit është shndruar në një ndër figurat më të komentuara të medias ros në Shqipëri. Një prani elegante me stil të dallueshëm dhe një intuit të fortë për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes pas zhurmë të tepruar, Loredana ka ditur të ruaj një profil interesant mediatik, por së fundmi ajo ka lënë djegësit e saj në pritje të gjatë dhe të heshtur, duke mos ndarë shumë nga jeta e saj personale apo projektet në horizont. Deri në një moment të vetëm, shumë domethënës pjesëmarrja në emisionin Se luan topi në Top Channel. Aty pa dhënë shumë detaje, Loredana konfirmoi që rrugtimi i saj në botën e televizionit nuk është ndalur. Madje la të kuptohet se një projekt i ri si moderatore është në përgatitje, pikërisht në shtëpinë e madhe mediatike të Top Channel. Kjo deklaratë edhe pse e lënë në hije, mjaftoi që rjeti të ndizet me spekulime. A do t'jetë ajo pjesë e një formati të ri të prime time-it apo do të bashkohet me ndonjë emision ekzistues me profil më të lartë? Megjithatë, ajo që ka nxitur më shumë diskutime në opinionin publik është prishja e marrëdhënies së saj me Jozin, një tjetër figurë e njohur në fushën e showbizit shqiptar. Prej muajsh të dy përfliteshin si një çift në lidhje, duke ndarë jo vetëm skena mediatike, por edhe një afërsi që shumë e lexonin si më shumë se sa një miqësi. Por së fundmi një detaj i vogël në sipërfaqe, por me peshë të madhe në botën digjitale, mos ndjekja e njëri tjetrit në Instagram ka bërë që ndjekësit të kuptojnë se gjithçka mes tyre më tash ka përfunduar. Në epokën ku një klikim, një unfollow, është shpesh më eloquent se çdo status apo deklarat publike, ky veprim flet më shumë se çdo koment në rrugët mes Loredanës edhe të Jozit, të cilët tashmë janë ndarë. Nga burime pranë tyre, thuhet se marrëdhënia ka përfunduar jo vetëm në nivelin personal, por edhe në atë profesional. Nuk ka më bashkëpunim, nuk ka më sinjale të afërsisë që dikur u lexuan si romancë brenda shtëpisë së Big Brother. Por ajo që ka habitur edhe më shumë publikun është mbështetja publike që Loredana i ka dhënë Gjestit në këtë rast. Një tjetër emër i lakuar i momentit, veçanërisht pas ngjarjeve të fundit në rrjetet sociale dhe lidhur me zhvillimet në Big Brother VIP Albania 4, në një kohë kur Jozi dhe Gjesti kanë pasur përplasje mes njëri tjetrit dhe largësi të madhe, Loredana ka zgjedhur të ndjek Gjestin në Instagram, një tjetër veprim i lexuar si një shenjë pozicionimi publik në një konflikt të shpallur, por të perceptuar nga ndjekësit. Në këtë mes lind natyrshëm pyetja, a ka qenë kjo përkrahje për Gjestin një tash pas daljes nga Big Brotheri një faktor për prishjen mes marrëdhënies së Loredanës edhe Jozit, apo ndarja e tyre ka ndodhur edhe më herët dhe mbështetja e Gjestit është thjesht një lëvizje tjetër? Publiku ka të drejtë të spekulojë, sidomos në mungesë të një deklarate të qartë nga protagonistët, por një gjë është e sigurt, Loredana Brati po vendos veten në një rrjet të re, të pavarur dhe të fuqishme si figurë publike, me një ndjekje të madhe në rrjetet sociale, një karizëm që nuk ka nevojë për shumë fjalë dhe një perceptim të lartë në sy të publikut, ajo po ndërton një identitet të ri larg lidhjeve të saj të kaluarës dhe
më afër ambicjeve të saj profesionale. Jozi nga ana tjetër pritet të kthehet me një projekt të ri gjigant, edhe ai ka zgjedhur heshtjen duke mos komentuar ndarjen, por duke u fokusuar në punën e tij dhe në projektet që janë në përgatitje. A do të ketë një përplasje të ftohtë mes tyre në të ardhmen, apo kjo ndarje do të mbetet një kapitull i mbyllur pa kthim? Top Channel ndërkohë vazhdon të jetë arena ku shumë emra të rinj dhe të vjetër ndërtojnë karrierat e tyre dhe Loredana, me gjithë sinjalet që ka dhënë, duket se është gati të ngjitet në skenën e këtij televizioni me një energji të re, një projekt që mbetet ende i mbuluar me mister, por që në stilin e saj karakteristik premton të jetë i fuqishëm edhe tepër tërheqës. Në këtë rrjet ku marrëdhëniet të ndërpriten, lojalitetet të zhvendosen dhe projektet të ndryshojnë drejtim, një gjë është e qartë: Loredana Brati nuk është thjesht një figurë roz, por një emër që di të menaxhojë me kujdes imazhin e saj dhe të udhëheqë narrativën rreth vetes. Dhe një kohë ku gjithçka zhvillohet në sytë e publikut, kjo është një forcë me veten. Loredana tashmë publikisht del të fletë dhe le të nënkuptohet që ka një mbështetje për Gjestin, me patjetër që në asnjë mënyrë nuk e mbështet dhe nuk e duartroket kulturën që Jozi ka përdor brenda shtëpisë së Big Brotherit, ku në shumicën e prajmeve nga ndërhyrjet që kanë bërë dy opinionistët e Big Brother VIP Albania 4, në këtë rast Arbër Hajdari dhe Neda Balluku, duke këshilluar Jozin dhe duke e fajsuar dhe ridikul Loredanën, e cila nuk ndërhynte për t'i tërhequr vëmendjen Jozit, edhe pse Loredana në shumicën e rasteve pati thënë që në shumë herë është duke ja tërhequr vëmendjen Jozit, por Jozi nuk ndryshon, siç duket në pjesën e jashtme, me patjetër që tek banorët ka një vend të rëndësishëm edhe zën një vend të fuqishëm familjarët e tyre. Në këtë rast familja e Loredanës ka zënë një vend të madh për t'i thënë Loredanës që gjithçka më me Jozin ka marrë fund dhe ti do të rindërtosh dhe do të nisësh jetën tënde, por Loredana marrëdhënien e saj me Jozin dhe qëndrimin e saj në shtëpinë e Big Brotherit e ka quajtur si një mësim, e ka quajtur si një edukim për të njohur edhe më së shumti veten e saj, edhe pse në këtë rast Loredana ka arritur deri në një pikë të njeh veten e saj dhe të njeh natyrën e saj dhe të mëson më së shumti nga vetja. Do me thënë, ky çift më tash ka përfunduar, ndoshta Jozi e ka marrë çike dhe si me sy të keq, sepse sipas tij femra e cili ai e ndau krevatin po mbështet publikisht Gjestin dhe është në afërsi të Gjestit, nuk e mbështet Jozin, por Jozi ka vazhduar rrugtimin e jetës së tij, është duke planifikuar një këngë për të sjellur, ka bërë një rritje të majme të followersave në Instagram, vetëm sot që i hudha sy një Instagramit të Jozit, i ka 99.000 followers, por gjithsesi, për të gjitha lajmet e tjera, ju vazhdoni të ndiqni me subscribe kanalin Monitor TV për të kuptuar detaje dhe të reja rreth showbizit.